Përshëndetje të gjithëve. Akullore do përgatisim ditën e sotme. Harojeni panën e rënd në këtë recetë, sigurisht edhe sheqerin. Sot do përgatisim së bashku akulloren më të shëndetshme të sezonin, me vetëm pak përbërës natyral dhe një sekret që jep këtë teksturë kaq kremoze dhe të shijshme. Ndiqni videon. Si e shikoni, këtu kam një banane, e presim në pjesë të vogla, natyrisht që banania duhet jetë e prerë mirë, dhe e vendosim në ngrirje. Por mund ta përgatisim këta akullore edhe pa i futur frutat në ngrirje. Pasi e lam 2 orë në ngrirje bananen, kam lënë edhe lule shtrydhat. I kam pastruar nga pjesa fundore lule shtrydhat dhe i kam gati. Natyrisht që frutat lihen të kullojnë. I shtojmë 500 gram me gjizë dhe kjo është e veçanta e kësaj akullore, jo vetëm që është plot me proteina gjiza, por e bën tepër të shëndetshme këtë recetë. Shtojmë 3 urma arabie për t'i dhënë atë ëmbëlsinë natyrale. I shtojmë 1 bustin vanilje për t'i dhënë aromë edhe më të mirë. Do t'i shtojmë 2 lugë të gjellës me mjaltë. Por nëse këtë recetë kanë dëshirë ta përgatisin ata që janë me diabet, fare mirë mund ta reduktojnë mjaltin dhe ta lënë thjesht në ëmbëlsinë e frutave, pasi e ëmbël del. I shtuam 1 kup me lule shtrydha të ngrira, gjysmën e filxhanit të kafes me qumësht për të bërë atë lidhjen e mirë dhe pak nga pak pulsojmë në blender. Frutat janë të ngrira, ndaj me shkëputje, pasi digjet blenderi nëse do e sforconi. Edhe pak ka ngelur, ngacmoj mirë pas here me lugë, derisa ta shikoni që masa është kthyer e gjitha në krem. Ka marrë një roz të lehtë nga lule shtrydhat. E vendosim kremin e përgatitur në tas. Ka një teksturë tepër kremoze dhe është aq i shijshëm sa mund ta konsumoni edhe në këtë moment. Por për t'i dhënë një dekor natyrisht më të bukur, unë një pjesë të lule shtrydhave nuk e griva bashkë me përbërësit e tjerë, por do t'ja shtoj tani në fund për dekor. Si e shikoni, lule shtrydhat janë të ngrira. Pulsojmë në blender për disa sekonda edhe me lule shtrydhat dhe kremin e lule shtrydhave tashmë e kemi gati. Do ta shtojmë në kremin e tasit dhe me pirun do t'i bëjmë një përzierje me delikatesë që masa mos të marrin të gjithë ngjyrë të njëtrajtshme, por të duken këto vizat e kuqe të lule shtrydhave. Edhe pak shtuam, ndërsa pjesën tjetër do ta përdor për dekorin e akullores. Si e kemi, i vendosim kapakun dhe vetëm 2 orë në ngrirje kërkon kjo akullore, jo më shumë pasi ngurtësohet. Nëse do e lini më gjatë, atëherë duhet ta nxirrni 1 orë para, mos më shumë. Shikoni çfarë mrekullie duket. Ka gjithë shkëlqimin dhe butësinë e një akulloreje artizanale, por e bërë në shtëpi me përbërës krejt natyral. Ruajeni këtë video që ta keni gati për ditët e nxehta të verës. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, atëherë më ndiqni për më shumë receta të tjera, të thjeshta, të shëndetshme dhe me kosto të ulët. Ju falenderoj që më ndiqni.